Në Lezhë është zhvilluar edicioni 2026 i çmimit kombëtar në letërsi Axe Plumi, një aktivitet që prej vitesh sjell në vëmendje krijimtarinë më të fundit nga autorë të trevave shqipfolse, si dhe synon të nxjisë zhvillimin e letërsisë shqipe. Ky çmim, i akorduar nga Bashkia e Lezhës, vlerëson autorët në zhanre të ndryshme, duke mbajtur gjallë edhe trashëgimin letrare që lidhet me emrin e Axe Plumit. Në këtë edicion, juria e përbërë nga Ardian Dreca, Evalda Paci dhe Agron Gashi shpalli fitues shkrimtarin Zia Çela me veprën Koka mbi katror. Kryebashkiaku i Lezhës Pieri Ndreu theksoi rëndësinë e vazhdimësisë së këtij konkursi si një nxitje për krijuesit dhe si një mënyrë për të ruajtur identitetin letrar ndër vite. Sot jam jashtëzakonisht i gëzuar dhe ndjehem krenar se ky konkurs po rritet gjithmonë në më shumë. E kam theksuar dhe do vazhdoj ta theksoj se po bëhet një punë e jashtëzakonshme, një punë shumë e mirë. Është një konkurs mbar kombëtar ku merr dhe sjell këtu në emrin e një ndër qendrështarëve më të mëdhenj, një ndër shkrimtarëve rrëfyes e një njeri i cili ka lënë shenja të pashtyeshme në jetën publike shqiptare dhe për shkak të vujtjeve, për shkak të asaj që ka treguar e të mënyrës se si e ka transmetuar në publik Axe Plumi. Fituesi i çmimit Zia Çela e cilësoi këtë vlerësim si një moment të rëndësishëm në rrugëtimin e tij letrar. Patër gjithmonë një dashuri të madhe për art, për libër, roman. Nga që më ka kaluar një moment e fëmijëve të mi, për t'ju thënë me shumë miri për zemrën tuaj dhe ju falenderoj shumë për këtë çast që keni. Nga ana tjetër, botuesi Bujar Hoti vuri theksin tek nevoja për më shumë mbështetje institucionale për letërsinë. Në këtë edicion konkuruan 38 autorë nga hapësira mbar shqiptare, një tregues i rritjes së interesit dhe rëndësisë që po merr çmimi Axe Plumi në kalendarin kulturor, ndërsa organizatorët dhe pjesëmarrësit apeluan për një përfshirje më të gjerë të institucioneve në mbështetje të letërsisë shqipe.